Në qytetin ku flamuri i pavarësisë u ngrit për herë të parë, sërish ngrihen flamuj mes duarve të artit ndërkombëtar, kulturës e mikpritjes, një altar ku bota festoi pa kufi tingujt të një dashurie të përpashkët për trashëgimin shpirtëror. Atmosfera Olona Interfolk Festival nxori në pa të saret labeve, Vlora vlerësoi kulturën, traditën dhe muzikën në një qell që kumboi me tingujt e gjithë botës. Në qendër të Vlorës historike, aty pesati sheh kohët që kalojnë me disa nga grupet pjesëmarrëse, nisën performancët e Oral Folk Festival edicioni 17, ku ritmi i botës flet në gjuhën e këngës së Vallës. Vlora shndrohet në një tempull të shenjtë të artit ndërkombëtar. Në mjediset e bashkisë u bë dhe pritja zyrtare përfaqësuese nga kryetari i bashkisë Ermal Dredha. Në shesh Valja pushtoi concept të hapësirës nga kur ansambli Dropulli me vallet dhe kostumet e tyre tërdrit feksin mes grupeve të kostume shumë llojshme të ardhur nga vende të ndryshme të Evropës. Në një mrekulli në emër që qëndroi si simbol frymëzimi, Semen Zokuri, mjeshtri i madh, shpirti i gjallë i festivalit që nuk ka komsi, vetëm ritëm dashuri dhe shpirt artistik. Britjet e Jonit nuk i lag vetëm deti, por dhe tingujt e vallt të ngjyrat e shpirtit njerëzor të sjell nga Shqipëria, Kosovë, Maqedonia e Veriut, Italia, Polonia, Slovakia, Gjeorgjia, Ukraina. Olona Interfolk Festival në kuadër të sezonit turistik 2025 erdhi nën kujdesin e Bashkisë së Vlorës.